goca, mirëmëngjesi. Sot është e martë edhe jemi zgjuar, kemi bërë të adetit e mëngjesit. Tani, unë në fakt doja që të dilja jashtë, por këtu ka fillu pak shiu edhe është fresk, është ftohtë me thënë drejtën. Nuk e di nëse do dalë më vonë apo nuk do dalë. Zojën tani e zuri gjumi sepse u zgjuha pak vonë sot. Hera parë që Zojë zgjohet kaq vonë, ndoshta sepse fjeti me ne, e mora te krevati jonë. Edhe ça pas ka ky floku këtu? Me qenë se Zojën e kam në gjumë tani, edhe nuk e di do dalë apo jo, po mendoja, thash do t'i jap një mundësi tjetër për të vendosur qerpikët. Nuk e di, dua t'i vendos, t'i mësoj t'i vendos, edhe pse sot do lahem, edhe kam hallë se do m'hiqen, por do t'a provoj, do t'i vendos. I kam që i kam, tani, pse jo, edhe me qenë se i kam pak gjëra në Terezi sot, do me thënë me punë, me gjëra, edhe për drek kam gjellë nga dje, që bëra, që kishte dalë shumë e mirë, edhe më erdhi gjunata hidhje, edhe do ham atë. Tani unë do provoj t'i vendos këto sërish. Shëromila, provoj të një. Pse jo, do me thënë tani. Jam duke gjeru me telefon sepse kamera nuk e vedot kaq lartë. Edhe jam këtu tek dhoma e ndenjes, nuk shkova as në banjo, se nuk doja që të bëja zhurmë atje. Në fakt, unë kam thënë do bëj dhe vetullat pak laminim në kushte shtëpie, por kjo është shërimive. Por do t'i sonte nuk e di, sot se besoj, ose i bëj ndarket fare, por nuk e besoj vetëm për faktin se kur i bën vetullat laminim duhet të paktën 3 dita, 24 orë, nuk e di se sa, pa i lagur. Nuk duhet që t'i lagësh. Dhe kështu që do t'i bëjmë ose son të ndarket varet, ose nesër. Por do t'i bëj një ditë. Tani, çështja është këtu që ta marrë dhe këte si piskatore, dhe pse unë këta nuk e përdor dot. Nuk e di pse. Radhën e kaluar, kur i vendosa gabim, sepse i futa nga lartë, ato duheshin nga poshtë. Shikoni. Tani, duhet që të marrë qa numra, këto janë me numra, është gjë e mirë kjo që janë me numra, kështu që unë do i filloj nga 12-ta. Do marrë 12-ën. Këtu e kemi 12-ën. Ta lyej. Si s'mësova një herë. Ju i vini këto goca? A i vini dot? Si s'mësova një herë, sa zili kam ato gocat që i vendosin. Duaj 1 orë 3 me këte. Kështu që unë po e mbyll një herë kamerën, ta vendos te, se ndryshe unë nuk mundem. 2 hours later. Shikoni pak. E kam vendosur. Ua, sa ndryshe duket, e? Më duket se mësova. Edhe pse mas 1 orë. Tani, mbasi aplikojmë, mbasi bëjmë të parën, do përdorim të dytën. Për lartë. Shumë duket është. Ua, sa e gëzuar që ja. Nuk e di.
unë tani do vendos edhe syrin tjetër, do të thënë që pikun tek syri tjetër dhe do kthehem sërish këtu. Hej goca, I vendosa, shikojni pak. Ua, mezi I kam vënë. Mezi I kam vendosur. Ndodhi një incident me këtë pjesë, me këtë sjellën që është ky, që bën mbylljen e këtyre ngjitjes, do të thënë që përdoret I dyti, më fut padashje në sy, te ky syri I majt edhe, por nuk u hoqën. Kjo ka rëndësi. Nuk ka rëndësi syri, rëndësi ka që nuk u hoqën. Edhe mua më pëlqejnë. Nuk është se I kam vënë ndoshta më mirë, në mënyrë më të mirë të mundshme apo si, por do t'i mësoj. Edhe tani çështja është që si do fle unë gjumë, se unë fle përmbys gjumë. Kjo është e keqja ime. Unë fle përmbys. Nuk e di, por më pëlqejnë. Tani do iki se mu zgjuazoj. 1 orë kam këtu që rri merrem me këto. Sot herën tjetër, prandaj duhet t'i vendos që t'i mësoj. Nice. Hej goca, përshëndetje sërish këtu me mua në këtë ditën e sotme. Tani erdhëm në shtëpi, kemi dalë që në orën 12:30. Okej, kemi dalë vonë. Edhe tani është ora 5:20, Zojën tani e vura në gjumë, po mbaronte për gjumë se s'ka fjet fare. Dhe unë e hapa kamerën, sepse dua që t'ju tregoj. Nuk e di pse te vlogu I fundit që kam postuar tani, formati I videove nuk ka dalë tamam, nuk e kuptoj pse. Nëse, do ta shikoj. Uroj që ky të dali tamam, siç është, se di ç'ai kam bërë. Edhe dua t'ju tregoj disa gjëra që mora, që isha jashtë, që kam bler. Këtë mora tek DM-i, një krahër, u çmenda. Nuk po, e di sa krahëra kam aty goca, nuk e keni iden, por më kpus, sikur më kput flokun ai krahëri. Keni parasysh siç I kanë këto kështu sikur më kput flokun. Mora këtë lloj, se e provova pak tek pjesa e bishtit, edhe mu duk më mirë, me thënë drejtën. Tale ta hap. Dhe prandaj e mora. Unë kam krahëra të tjera, ty si thash kam shumë krahëra. Edhe okej. Që ka I mirë ky. Okej, më pëlqeka. Ndoshta sepse ka edhe këtë pjesën, e shikoni që janë këto si të furç, ke parasysh ato furçat që kanë këto, ndoshta edhe nga ajo. Unë pse ndeza dritën, nejse. Ky është krahëri që mora. Ka marr nga këto pecat për të pastruar Zojën kur bën kakalecin me ujë të ngrohtë që e pastroj. Ndonjëherë e çoj në lavaman, ndonjëherë edhe me ato, varet si të na ashtu. Ka marr një pastrues, do me thënë që është kështu, me thoje, ujë micelar, por nuk është ujë, është qumësht, thot me ujë micelar. Është kjo e Diego della Palma, e mora tek Tike Maxi këtë. Nuk e di si do jetë, por mendoj se do jetë mirë. Unë kam aty atë që kam si gjalp, po e dini që nuk më pëlqen mua ajo me gjalp, nuk e di, s'më pëlqen fare. Momentin që e vendos, do me thënë, ose kur fshi syt, si kur më futet në sy, ma lë fytyrën shumë kështu. Okej, unë e laj direkte, ndonjëherë kur e beja me ujë micelar nuk e laja, sepse nuk ishte nevoja. Nejse, mora këta njëherë, shikojmë si do jetë ky. Aman, jemi bërë me këto. Ka marr maska nga këto të kolagjenit. Unë në fakt po I pres që të më vinë nga TikToku, por thash, okej, ti provojmë edhe njëherë këto të kësaj zvenjas. Është kjo. Ka marr 4 copë. Këto janë që mbahen vetëm 1 orë dhe prandaj më pëlqeu. Nuk janë si ato të tjerat që mbahen, mund t'i mbash dhe gjithë natën, okej, edhe ato unë I mbaj sa të dua, por sa të vinë ato të maskat, thash okej, po I marr këto se kam kohë që s'kam bërë si këto lloj maskas. Ka marr këtë primerin nga Catrice,
nuk kisha primer me thënë drejtën. Edhe prandaj, shiko që ka bërë Zoja, ja dhash Zojt. Ka marrë një ngjitës për qërpikët, me qenë se do vendosim qërpikët, thash po provoj një ngjitës si këto. Kjo është e Catrice edhe kjo se ai ngjitësi që i ngjita sot sikur nuk e di. Sikur nuk më pëlqeu shumë ose nuk e mora, ta kem se mbaron shpejt ai. Boronica për Zojën, këto i mora vend tjetër. Ka marrë 4 avokado dhe këto i ka marrë bashkë ku ishin boronicat. Unë jam ullë të divanin ndërkohë. Mora një këshu, e gjeta tek Tike Maxi këta, nga kjo Veledës për skuqe. Kjo ishte paketim dhe ishte ngjyrë tjetër dhe thash okay, ta provojmë një herë. Është kështu e bardhë. Edhe po më thoshte kur isha duke folur me kunatën time, ma të voglën, se edhe ajo do lindi në fund majit, edhe po më tregonte që çmimet në Shqipëri në krahasim me këtu kur i shikoja, ishin gjysmë për gjysmë, nuk e di goca për zotin me ato çmimet ashtu. Më mirë shkoni, se e thoshte që në Kosovë janë pak a shumë si këtu. Më mirë shkoni, mbushni makinën në Kosovë dhe shkoni në Shqipëri, se të marrësh kremin e Zojit që unë përdor tu për skuqe që këtu kushton 7 euro, a shampoja diçka e tillë dhe atje ishte 14 euro, nuk e di domethënë, nuk e di. Ka marrë piskatore, sepse ka marrë dhe një tjetër piskatore, mu prish mendja edhe tek dëmeja, thash hajde se i përdor, duhen. Unë mora na kjo me 2, është edhe kjo këtu që është si me maj, ndoshta edhe përdor ata, këta e morën tek Tike Maxi, nuk e di si do jetë. Tani, e di që e kisha edhe një, mos e kam lënë poshtë tonë atë piskatore. Ja, kam marrë dhe këtë piskatoren tek dëmëja që isha. Duhen ato. Tjetër dhe çfarë ka marrë, prisni se në ka ardhur dhe posta. Tjetër. Oh, këto lodrat e Zojit. Atje tek, që quhet, tek Tike Maxi, kishin ardhur këto fondatinat. Dhe kjo është cover, thot, long cover, mbulim i gjatë. Dhe, okay, thash pa e marrë, edhe është kjo e këtij paeze, nuk e di, nëse e njihni si brand apo si, nuk është shumë e madhe, unë mora numrin 2, dhe kur ta provoj do ua tregoj edhe juve. Dhe tjetër, pritme. Ka marrë edhe këto 2, që quhen këto lip glossat, tek Tike Maxi. Në fakt kisha marrë edhe një tjetër una, po ku e kam? Se ja hapa Zoj se ma hapi ma jo. Do i këtë ngelur të kam atje tek... Po fillon të poqante Zoj dhe unë detyrova, i hapa, ja jap ndora saj dhe ajo i fut në gojë. Edhe ka ngel njërin e kanë atje te karroca. Njërin e ka te karroca. Nëjse, njërin e ka te karroca. Edhe mora... Ka marrë 2 do me thënë. Po këto. Ka marrë dhe një 2 gjëra tjera që nuk besoj se ju i intereson, kështu që këto ishin goca. Duhet shkoj poshtë që të shikoj atë, ja, kur zbret në njëherë poshtë kur të vi liri, po që. Edhe unë tani që do bëjeni do thoni juve, duhet laj, kam 2 enë për të larë, nuk kam shumë enë për të larë, do sistemoj këto gjërat këtu, edhe asë robet nuk i ndej dot, sepse kam frikë se më zjohet Zoja dhe unë robet i ndej aty jashtë, edhe nejse kur të vi liri. Kështu goca, kjo ishte edhe dita për sot, shofim nesër se çfarë do bëjmë. Nesër më vjen pako nga TikToku. Vjen një pako, por nuk është shumë e vogël, kështu që do e shikojmë së bashku edhe atë.
Do thoja që këto shurbikët i kam mirë. I kam mirë deri tani. Ndonjëherë më duket sikur më gjiten, por jo, janë mirë. Deri tani janë mirë, nuk e di. Shohim. Nëse po e mbyll për sot, do shifemi me shpresë nesër. Hej goca, përshëndetje nga një ditë tjetër këtu në kanalin tim. Dje nuk kam filmuar, edhe tani thash ok, Romilda hape pa kamerën sepse se ka hap fare. A sot është e inte, më fal. Mora pak rush, e kam të larë, por nuk e hoqa nga këtu, se thash, pa e le këtu më mirë. Që ka ndodhur këto ditë? Një ditë nuk s'kam filmu, dje edhe sot, gjithë ditën, po. Dje nuk është se kemi bërë ndonjë gjë interesante, se koha këtu është shi dhe ka dhënë gjithë java, mos them që javën tjetër më duket se 2-3 ditë do hapi dhe prapë është shi. Edhe në dje nuk dola. Se keni parasysh të shiun e butë që të bën, e dini ju, pika, edhe kur bie shi me një karrocë, me fëmijë, me çadër në dorë, është që ke vështirë, hamërzoj. Po njumësh. Është që ke vështirë sepse jo do mbash karrocën, jo zoj këtej që ka ato gjërat e veta, jo çadra, edhe zoj tani ka një gjë të keqe që më ka filluar këto kohë. Unë i vendos atë që quhet plasmasin e karrocës, nuk e do, nuk e mban fare, hiq me duar, se unë kur e mbaj karrocë, nuk e mbaj shtrirë atë, se ajo nuk rri shtrirë, se nuk është për gjumë, nuk fle shumë gjumit tani, më përpara dhe flinte në karrocë, por tani jo me. Edhe nuk e do atë. Kështu që po t'jem me shiun do bëhet ujë. Edhe biletën nuk e kam rinovu, atë të autobusit, me thënë drejtën nuk e kam pagu, sepse ju kam tregu që dua që t'i bëj rrugët në këmbë, do me thënë të dalë në këmbë. Edhe kur është shi, më mirë rrin shpisër se ku do shkosh? Më mirë kur e shkoj mirë del të paktën, kurse kur është shi edhe nuk del dot, edhe nëse do dalesh me autobus njësoj është prap do jesh brenda, kështu që ose dil me rajër kështu ose se zjata. Edhe nuk dola. Nuk dola. Ndje kemi ndetur në shtëpi me Zojin. Kam marrë një 2 pako, në fakt i kam vendosur në përvende ato se kam marrë një 2 robe, por do a tregoj besoj nesër se do më vinë edhe pakot e tjera të fundit përsa i përket këtyre porosive, janë gjërat lezetshme. Edhe kjo, kështu ka qenë dita dje. Pastaj sot, edhe sot në shtëpi, para ditë Zoji nuk është se kanë ditë shumë, është grindur qik me thënë drejtën, pastaj gatova sepse erdhi një shoku i Lirit këtu, në shtëpi, tani voniku, tani mbas dite. Jo bëra këto punë tu se u bë shtëpia, e dini ju më, ka si bëhet, kur je me një fëmijë dhe do të gatuash, se nuk ishte as i Liri në shtëpi që të mante Zojin, ishte me këtë shokun, edhe ishte rrëmuj, do më thënë. Mirë, pastër është, tani se e pastrova. Edhe kash, kjo ishte dita edhe e sotme, nesër dita e premte, nesër do të çojmë herët. Zoji u zgjua tani. Do iki do ta marrë se nuk e leme në gjumë. Ora 5. Po sa isha atje, edhe nuk rri. Gjithsesi, unë me qenë se Zoji u zgjua, ta lënja 2 minuta vetëm, apo qanë. Ka marrë këtë lodrën. Nuk është për Zojin, është për moshë më të madhe dhe është më shumë si për çuna. E kam për një çunë të vogël. Po e mbyll tani se u zgju zonjusha, duhet me shku anë. Ç'a me bë? Hej goca, mirë mëngjesi nga një ditë tjetër këtu në kanalin tim. Sot është e premte. Unë po pikte cappuccino time, më falni. Zojin kam pak që e kam vënë në gjumë dhe unë tani jam duke gatuar. Do bëj një, si
quhet kjo tas kebab quhet, me qep edhe me mish. Qepën e griva këtu. Mendoj se do akoma, se duhet shumë qep, edhe mishin e kam aty, do ta bëj të vogla. Ta bëj gati, sepse pastaj mund të dalin me shzojnë, se nuk e kam nxjerr fare, ka 1-2 ditë, nga që ka qenë shi dhe sot ashtu është koha, por nuk po bie shi me sa po shikoj. Do dalim një xhiro deri andej, ndoshta ulemi diku, mos e me atë shoqen, edhe pastaj do vim, sepse presim pakot, do i tregoj pakot edhe gjitha çdo gjë që kam marrë. Nuk e di, do shikoj nëse do i blej ndonjë gjë për Shën Valentini Lirit për nesër. Ai nuk është se i ka qef shumë këto dhuratat, me thënë drejtën, edhe robe nuk do, thot përse mi blen. Si burrat, nuk e di, burri im kështu është, ai edhe një palë robe të ketë është i kënaqur. Është i kënaqur me një palë robe. Unë kur marr ndonjë gjë për shembull, nuk e du, thot shikoj vetë, nuk du. Për shembull, edhe në TikTok që unë i marr me bashkëpunim, nuk du, thot, po them, e kuptoni, shikoj vetën, nuk du. Më mirë merr veglat e makinës se sa robe për të veshur, nuk e di. A është vetëm burri im kështu apo kështu janë të gjithë burrat? Se di. Tani duhet marr pak tenxherën. E kam të zënë. Do ta laj pak edhe do filloj të bëj gjellën. Goca, ne dolëm. Oj, me si po marr frymë. Do thoni pse, me si po marr frymë, ka hy komplet ajri në gojë, edhe ajo ndjesia. Erdha, unë nisa në shtëpia. U ktheva prap sepse unë fakt kam vesh vetëm këtë kostumin e zi, si që shikoni kështu në lart, po kam edhe tutat. Edhe nuk vesha asnjë gjë sipër, sepse ky është shumë i trash. Kur them është super i trash, kur vesh gjup lart, bëhesh qull në djers. Ky mund t'jetë më i trash se gjupi. Do me thënë kështu ndoshta nuk duket, për materiali që ka. Edhe pushi brenda. Nuk është na i pushi i keq që mlidhet ose kështu, e ka të tendosur. Edhe dola jashtun, si zonjë mirë. Jo se kisha ftohtë, ose nuk e di. Dukesha shumë lakuriq. Edhe mora këtë jelekun, besoj u ktheva edhe një herë. U ktheva edhe një herë dhe mora këtë jelekun. Tash pak në të vesh një jelek sipër. Se në fakt ftohtë është. Por unë nuk ndjej asgjë nga ky kostumi. Në fytyra po. Do me thënë është më pak se 6 gradë. Por është kohë e butë. Është kohë e butë kështu. Edhe tani ne jemi duke ikur, gjithsesi bëra pak sport. E me mama. Edhe Zoji u shkërtë qeshkur për jam e vrap me karrocën. Tani do ikim. Shpejt e kafja. Shpejt takojmë shoqet, s'kemi dal fare. Do bukur. Tamam, të shumë do bukur. Jemi duke u kthyer në shtëpi. Në këmbë, e dini ju tani. S'ka me autobus. Jam afër marketit. Do shkoj do marr vetëm bukë. Asnjë gjë tjetër më shumë. Se edhe Zoji është për gjumë. Plus nesër si është tunë që është. Nëse Iliris është në punë, ne shkojmë bëjmë pazaret. Ose do shkojmë sot, nuk e di. Se nesër e ka dhënë shumë ftohtë, do shkojmë, do thënë -2, 1. Okej, do lëvizim me makinë, po që se Zoji, ku mama, zëri gjumi, nuk du ta zëri gjumi se nuk kemi dhe shumë larg shtëpisë. Edhe të shohim tani. Por kafen e pim, kthym herë në qendra dhe asgjë e re. Hej goca, përshëndetje nga shtëpia. Unë sapo bëra një dush, siç e shikoni e kam flokun akoma të lagur. Do ta thaj, por kam Zoji në gjumë edhe nuk dua që të bëja zhurmë në banjo. Ose ndoshta e marr
tharsën t'i thaj diku këtej edhe t'i mleh pasaj qimet që mund të bjen. Por përpara, do t'i tregoj ta hapim këtë bashk. Pakon që më ka nga TikTok Shop. Të shohim se gjërat që na kanë ardhur, thash ta hap direkt me gocat e mia të YouTube-it, përpara se t'i tregoj atyre që janë në TikTok. Pres akoma. Besoj se duhet jenë dhe akoma. Po, pres ato të herme, se kjo është dhe të shohim tani se çfarë kemi këtu, se mezi kam pritur të hap. Kjo është një bluzë besoj, është se unë e di se çfarë ka përfitur. Është një bluzë, kam marrë masa. Pse ka ardhur XS këtu? Pse ka ardhur kjo masa? Jo, shumë gabim. Por e madhe qënka. Qënka goxha e madhe. XS por qënka e madhe. Kjo nuk është për tani se është qik e holl. Është e holl, por ka marrë këto ngjyrat kështu, është material mirë, jo keq. Jo material i keq, shumë. Do me thënë poliester është, por jo që të gërvisht. 5% ishte elastike, se e pash aty. Se mos apo i mbajmë edhe këto. Nëse doni të shikoni, nëse doni që të merrni ndonjë nga këto produktet, ju gocat që jeni këtu në Gjermani, tek TikToku im unë i publikoj me gjithë linkun që ato kanë, do me thënë të emri im në krahun e majt është një shport e verdh, aty ju klikoni dhe i shikoni produktet që unë i kam këtu. Pastaj nëse ju pëlqejnë e dini vetë, unë ju e dini, unë ju them atë që është reale, si mas mendimit tim, sepse, nuk pretendojmë që gjitha rrobat të jenë 100% të mira. Por ne mundohemi të marrim ato rrobat që janë edhe të mira, edhe të lira, do me thënë, ju s'po them që t'jenë lecka fare kur nuk bëjnë, unë nuk e nxjerr me fare as në TikTok, sepse TikToku të jep mundësinë që ta reklamosh një produkt që ty t'ka pëlqyer. Unë produktet që s'më ka pëlqyer nuk i kam nxjerr fare, ato që më kanë pëlqyer i bëj edhe një herë tjetër reklam. Pse jo? Edhe si në këtë rast, kjo bluzja për shembull me krah të gjata që është 95% poliester dhe 5% elastike, për ta mbajtur në shtëpi ose një këtu, ç'a po bëhet, për të shkuar një herë në supermarket ose edhe një kafe, aq e vesh, fundja. Edhe ato rrobe shumë mira që janë, nuk është se do rrim të t'i veshim vetëm ato. Për shembull, rrobe të shtrenjta, e kuptoni? Besoj se ka thelbi, mos ta zjasna. Kjo është e trikoja e trash, o zot. Marrë dhe një triko pullover të trash. Mendova se do ishte nga ai materiali që të grit, por jo, shikojeni. Dhe qënka goxha e ngrohtë, shikojeni pak. Shumë e bukur. Nuk e di si duket aty, por është shumë e bukur me zemra, besoj se i dalloni zemrat. Ua, sa e bukur që qënka, o zot, shumë e bukur. Shikojni pak. Është material shumë i mirë ky. Nuk është se të grits si material. E keni parasysh ato të leshit që janë sa që të gritsin? Jo, nuk të gritsin. Ti fusim mirë këto kështu se duhet me i çu edhe duhet me i bërë reklamën dhe në TikTok atje, kështu që nice, kjo më pëlqeu shumë, 10 nga 10 kjo. I ka marrë edhe i lirit një, uroj që t'jetë e mirë edhe kjo. Mos t'jetë nga ato materialet që janë si plastike. Unë duhet shikoj dhe gjellën, sepse kam edhe gjellën. I kanë dhe, ua sa i mirë që nga kjo, shikoj një pak goca. Që nga shumë materiali mirë. Bravo, wow, nuk e prisja. Nuk e prisja këtë lloj materiali. Mendova se do ishte nga ai ashpëri. Dhe ja ka marrë këtë ngjyrë kështu i lirit. Jam shumë e lumtur që e ka marrë. Aty duket e kuqe, por është ngjyrë vishnje. Ua, sa e mirë që qënka kjo me gra për zotin. Nëse doni të ta merrni, e merrni, se qënka shumë e mirë material. Samhabiti, jam shumë e lumtur se i lirit. Le të shikojmë dhe gjellën.
se nuk është se ka shumë robe për çuna, edhe nuk ka shumë mundësi zgjedhje në TikTok për meshkuj, se sa për ne gratë. Edhe jam shumë e lumtur për këtë gjë që e gjeta. Gjella, Rominda gjella. Ti edhin pak ujë. Kështu. I hodha ujë në gjellës që të zgjej tani edhe unë të hap pakon rahat. Kështu, tani. Këto ishin tripët, përse se veshje nuk kam jo. Tani unë kam marrë një kështu, një dritë donte Iliri për ata që punojnë servis është kjo, edhe e vendos kudo, është kështu. Ose edhe vetëm për ata që punojnë servis, po çdo kush që mund të ketë makinën e vet që e rregullon e merr, edhe kjo më duket është magnet që e vendos kudo. S'pa e hap se na intereson shumë neve grave këtë gjë. Dhe gjëja tjetër, shikoni pak, unë i bleva Zoi tek Sheni ca lodra, si këto paka shumë, që janë me fruta, besoj si keni parasysh edhe që prihen kështu. I bleva tek Sheni, pa më dal akoma në TikTok, pastaj kur më dolin TikTok i mora, por kjo ka më shumë me sa po kuptoj unë. Ka shumë këto. S'po e hap këta goca, do ta bëj në TikTok. Por besoj se e shikoni paka shumë se çfarë ka frutat këtu. Ndoshta ua tregoj edhe më vonë, se po pres akoma pako edhe kur të më vinë ato tjerat, besoj se do e kem hapur këtë, do ta tregoj tani, do i bëj një direkte një kështu aty në TikTok. Ua. Mund të lozet e familja me këta, normale me fëmin, por pas ka goxha. Ajo e ka shumë qef kur i hap me dorë Zoi këto, unë ja bashkoj, ja le aty, ajo ka shumë qef kur mundohet me dorë, kështu që i hap. Zemrën. Kjo ishte pakoja e parë goca, tani unë pres edhe pakot të tjera, do me thënë edhe 1, 2 ose 1, nuk e di varet si i kam bërë ata, edhe do ju tregoj edhe çka kam marr plus dje, se s'u kam tregu dhe ato inshallah nuk harroj. Okej? Tani po e mbyll për momentin edhe do shifemi pastaj. Hej, goca, ja ku jemi sërish këtu, me gjërat e tjera që më kanë ardhur, edhe tani jam këtu tek dhoma e gjumit, doja t'i fusja në dollap, por thash, okay, po i tregoj dhe gocave se çfarë më kanë ardhur të tjera nga TikTok shopi. Atëherë, ne tani sapo hanger book, se unë s'kisha ngrënë fare gjithë ditën, edhe me qenë se erdhi dhe Iliri, thash, okay, e prita. Tani, janë ca gjërat që i futa çfarë, i kam lagë këtu lartë si kam sistemu, sepse si që erdha vura Zoi në gjumë, që isha jashtë, edhe janë këtu. Tani, më ka ardhur nga TikTok Shop, shikojeni këtë, kjo është një çantë për Zoi, që ka këtu brenda make-upe për vajza të vogla. Unë normalisht Zoit nuk doja përdor tani këto, nuk doja lej që ti përdori tani, ti prishi, se këto janë kur të rritet, 3 vjeqe, 4 vjeqe, diçka e tillë. Shikoni pak se qa ka brenda njerë, që nuk e ditum edhe unë marrova fare për këto. Shikojni. Karta banke, karta, ku e di unë, sikur je e antarësuar, do me thënë, përdor këto kartat kështu, si që kemi gjithë me pak fjalë. Prisni. Do t'i hap këtu që t'i fus direkt e prap. Tjetër ka këta çelësin e makinës, si kur kemi makinë, ma ta ka një telefon të vogël, por nuk ka bën as muzikë, as një gjë, është thjesht forma telefonit, edhe çelësa shtëpie, kemi lek këtu, këto si hapa, unë si do jenë këto. $, më sakt. Dali herë. Që nga plastike. Mendova se janë këshur letër, për jo që nga plastike këto. Me këto mund të lozi Zoi, se ka qef këshur që i fut në gojë. Këto dhe mund t'ja jap. Se ka ca gjëra këtu që edhe mund t'i përdori tani për shembull. Tjetër,
Shikojni pak, ka varse. O, zoti ma marova fare. Shikojni, kjo ishte një pudër me pasqyrë. Një stilolaps i vogël me ngjyra, me këtë kështu. Këtu kemi një kartë tjetër. Këtu kemi make-up-e. Kështu ishin duke këto. Ton sysh. Shikoni, ton sysh, nuk e di. Unë barova për këto lodrat e vogla. Dhe ale këtu kështu edhe kismet ma vonë t'i përdori. Kemi një palë syze. Syze do jelle që ja ve më vonë në verë, se i bëjnë asaj. Po i mbajti, po i manzoj, po thuj për nej foto. Shikojni pak, një blok shënimesh. O, zoti matë, marova fare. Kemi këta, shikojni, për pudrën. Ka qelsat e shpis që ju thash. Një buzkush. Këto lyejnë, po nuk lyejnë aj sa normalisht vjeta, jo? Shikojni pak këta. Këtu është një krahër edhe kjo. Pasqyra dhe krahëri këtu që hapet kështu. Prit, se ka akoma. Kemi dhe këta orën. Kjo ora bënte, unë të ja vendos zojt kur të rritet, pak më vonë. Funksionante. Zoti ma, nuk e di. Por do ja le këtu edhe t'ja fus të gjërat e saja që t'ja përdor më vonë. Këto lekët po mendoj t'ja jap, syze do t'i le aty se mund t'ja vendos më vonë kismet kur t'hapi koha. Përdoj një foto se për gjë tjetër nuk i kemi se i duan. Kaq më duket ishin, nëse kam harru në gjë mos e ka futzoj nej në përvrima, poshtë divaneve. Atëhere, këto t'i lem këtu veç që t'ja japim zojt. Ky klefi kasa e telefonit që është me këte për të mbajtur telefonin, por mua nuk më duket praktike fare. Në kuptimin që më duket sikur më pengon më shumë, asnjëherë s'kam majt litar kështu. Kjo as nuk e ve do telefonin kështu që të rri, edhe do ta heq. Unë më shumë e mora për këtë pjesën roz, që është kasa roz. Më kanë ardhur maska me kolagen goca, me biotin, këto maskat që vendosen për ditën edhe natën, edhe që i mban gjithë natën, por ju e dini që unë si mbaj do gjithë natën, do t'i përdorim edhe këto, duhet me i përdor çdo ditë, do filloj që sonte, pasi të vezoj në gjumë, do vendos njëna kjo. Tjetër, shikoni këto, çfarë janë këto? Këto janë anti-age serum, këto janë mikro infuzionet themi, për lëkurën, për fytyrën, për rigjenerimin e lëkurës. Besoj se i keni parë, janë këtu, edhe kanë ato, shikojnë, që kanë si gjilpera të vogla. Kështu. Nuk e di ndonjëra nga ju i ka përdorur apo jo, unë do t'i përdor, se tani vjen një moment goca që ka nevojë fytyra për ato. Tani unë nuk shkoj dot në qendra estetike këtu, se këtu kushtojnë shumë një herë, dhe them okay, do googloj, do hy në internet, shumë do shikoj si përdoren, si qyshtek, edhe do ta përdor edhe vetë. Tjetër, tani kalojmë tek veshjet. Na falni për rëmujën këtu, sepse i kemi qik rëmuj, por s'kam që të bëj. Këtë kostumin unë vetëm 2 ore vesha sot, po mendoj ta vesh fare edhe nesër, se me qenë se nesër e ka dhënë shumë ftohtë, edhe ky është shumë, po shumë i trash, s'ke nevojë fare për xhup sipër. Tani, tjetër, më ka ardhur, i kam marrë Ilirit një golf, dhe jam habit nga materiali, çfarë materiali mirë që e kanë ardhur, sinqerisht. Nuk është vetëm poliester, kishte edhe disa të tjera, nuk e di, prit njerëz si thoshte këtu. Këtu thot 50 viskoze, çfarë është kjo viskoze, nuk e di, as e kam përkthy 30% poliester dhe 20 nailon. Por është i butë si material, nuk është që të gritë, është qik material i butë. Me qëra fjallat ja heq këta una, se si pas kam hequr.
Okej. Edhe këtë për të hedhur. Më pëlqen, është ngjyrë vishnje, aty ndoshta del si e kuqe apo ku ta diun, po është vishnje. Ja ndryshova një ngjyrë. Ni shkoni Liri se është e smerë. Tjetër, kam marrë këtë bluzë me krah gjata për vete, nuk është materiali shumë i mirë, por për ndonjë ndres, ndonjëherë jashtë, më shumë brenda edhe e mban. Ja, e kam marrë masa XS. Imagjinoj si do jetë masa S apo M-ja. Kishte prerje domethënë të madhe ky. Krahët i ka pak të gjëra, është ngjyrë kafe me si ngjyrë qumshti. Tjetër, kjo trikoja kjo është shumë e bukur dhe materiali kësaj ishte, nuk e di, shikojeni çik me zemra, edhe më bën, unë se kam provu, por duket që më bën. E kam marrë këtë ngjyrën e ëmbël kështu roz dhe e keni parasysh, shikoni këtë materialin kështu që nuk të gric, por që të mban shumë ngrohtë. Nuk e di, më super pëlqen kjo, super. Ta vesh nesër fare po dolëm për kafe apo s'do dalim, nuk e di. Me që nesër është Valentin, të shofi herë. Tjetër, janë këto pantallonat goca që nuk e di pse, atje dukeshin sikur ishin lëkur. Në fakt nuk lexonte që ishin lëkur, por te fotoja. Dhe më mirë që nuk janë ashtu dhe që janë kështu, është si me shkëlqim, janë si me shkëlqim, nuk e di sa reflekton aty, sa duket aty me shkëlqim, dhe janë kështu të gomuara, unë nuk i kam provuar dhe s'po i provoj tani një me thënë drejtën, po përtoj me i provu, por që janë kështu. Këto janë për ndonjë rast më shumë, për pjesën e kësaj që ka këtë shkëlqimin, nuk është se i ke për dita, apo në kafe kështu për të vesh për dita. Mendoj, nuk e di tani. Këto janë edhe për më vonë në fakt, sepse tani që këtu është ftohtë dhe do bëj minus nesër, dridhesh. Dhe e fundit që më ka ardhur, është ky seti. Ky është shumë i bukur. Ky seti kështu me viza, nuk e di janë fiksu me këto viza, me vija. Kështu, më bën, edhe nuk rri besoj ja, shqyr nuk kapin poshtë, ato se e mas. Kështu që e provoj dhe kjo bluzja mund ta kem pak të vogël, por unë e kam marrë me mendimin se jam duke bërë dietën tani edhe do të psohem. Nuk e di, me këtë mendim e kam marrë. Dhe kjo rri pak e shkurtër kjo bluzja, por me qenë se këto janë me kështrat të gjatë, e çojmë deri lart që mos dali shumë barë, po e kuptoni? Trim fikse aty ku duhet. Do t'i provoj ma vonë, se tani për zotin nuk e provoj dot goca ka përtoj. Dhe, se desha harrova, më ka ardhur, shikoj një pak si i kam bërë unë flokët, nuk e di nëse dallohet aty qartë, që thjesht pjesët poshtë, kështu dua unë t'i bëj gjithmonë flokët. I kam qef vetëm pjesët poshtë, kaq, asgjë më shumë kur i bëj me onde. Nuk më pëlqen që ondja të filloj që lart shumë. Dhe me çfarë i bëra unë këto sot, do thoni juve. I kam bërë me këtë gjën që më ka ardhur, është nga kjo marka Vavitalk, nuk e di, na falni për anglishtën time, që unë drejtoj flokët, dhe kjo ka kështu, ka këte, ka shumë kështu brenda, ka këte, unë këte me thënë drejtën mund ta përdor vetëm për baluket, për pjesën për para, do me thënë se nuk është se e përdor shumë, se më duket sikur mi këput flokët, se e kam edhe një ashtu veç, që është vetëm ashtu, është kjo, po ashtu për kachorrela. Por unë këto s'besoj se i përdor, shikojni pak këte, nuk e di, këte mund t'a përdor, jam kurioze. Dhe unë i kam bërë flokët me këtë tjetrën që është këtu, kjo që mi bën me onde të mëdhaja, mua kështu më pëlqen. Kjo, me onde të mëdhaja. Dhe këto janë qeramike, thoshte aty. Me thënë që, nuk e di, nuk të djegin flokun, duket. Në mos gaboj, kështu i bie. Edhe, më shumë e mora për ata. Nuk është kështu që rrotullohet vetë, nëse e keni parë në TikTok që e kam nxjerr kam dhe një ashtu, por kjo është që duhet ta mash vetë flokun. Por unë e mora më së shumti, duke qenë se është qeramike dhe mendova që nuk do më digjet shumë floku si ajo tjetra që kam. Se këta në fakt kështu i kanë shumë mira, nuk të digjet floku. Unë edhe pjastrën që e kam të kësaj firmës,
më pëlqen shumë se nuk më ka djegur flokun. Këto janë. Nëse dëshironi goca, unë i kam postuar disa, nuk është se i kam veshur, thjesht i kam treguar që i kam hapur për herë të parë në TikTok, po atje i keni linqet direkte, nëse shkoni atje, do shikoni linket dhe i kontrolloni edhe në një sy, nëse dëshironi juve që ju dalin këto opsione, flas në Shqipëri jo, juve që nuk ju dalin më vjen shumë keq. Por që jam e kënaqur me gjërat që më kanë ardhur, do me thënë nuk është se ka ndonjë gjë që nuk më pëlqen, edhe që është material i keq apo si që është tek. Më super pëlqejnë. Edhe unë këtu sonte po e mbyll këtë video, këtë vlogun, e di që ka 1-2 ditë më duket që nuk kam xhiruar, por kur nuk e çfarë xhirosh, edhe këtu nuk do nxjerrim gjëra koti që po di unë, thjesht çojmë mëngjeset edhe gatuaj kaq. E kuptoni, duhet që t'jem çik e ndryshme. Ndoshta nuk është vlogu më interesant, më i bukur i mundshëm, por kjo është jeta jonë fundja. Sa kam folur. Ikën 14 minuta vetëm duke treguar këtë gjëra. Prandaj unë do ta mbyll, nuk dua ta zjas më shumë se bëhet shumë i gjatë, edhe ashtu nuk e dua. Kështu që do shifemi nesër besoj në vlogun tjetër. Të shohim se çfarë do bëjmë nesër, meqense kemi dhe Shën Valentinin, po çfarë do bëjmë? S'është se çfarë do bëjmë në gjë. Si më përpara atëherë që ishte ajo dëshira e madhe, tani nuk e di pse goca, nuk e di, të shohim. Që kur jemi bërë me fëmijë çdo gjë me të shohim. Edhe por me kismet Zotit, oj, nuk e di, inshallah nëse më rrizoj, kam thënë që do bëj këto vetullat laminim, por se kur dua që t'i bëj këtë javë, paktën nuk e di, inshallah e bëj nesër, do shikojmë, do përdorim edhe ato që kam marr, do t'i filmoj, do ju tregoj dhe juve me video, do bëj një video posaçërisht për vetullat dhe për atë që ta keni edhe të shikoni edhe juve se mbase doni t'i bëni dhe ju, o ku ta di unë, të merrni një mendim të paktën. Kaq goca, unë tani ju përshëndes, faleminderit që më keni ndjekur deri tani, edhe faleminderit të gjithëve që keni ardhur, të rinj, edhe uroj të qëndrojmë këtu gjithmonë, ose ju të vjetrit që jeni, faleminderit që jeni akoma këtu me mua dhe të qëndrojmë pse jo akoma bashk. Edhe mos harroni t'i bëni subscribe juve që e shikoni këtë video dhe nuk më keni dhe që të më keni. I bëni sa më shumë share, unë tani ju përshëndes, ju uroj kjo video, nuk e di nëse do postohet nesër apo pas nesër, por unë ju uroj ditë të bukura në vazhdim, se nuk them do të fundjavë të bukur nesër, se varet kur do ta postoj, ditë të bukura në vazhdim. Edhe kaq goca, ju përqaputh. Bye.